në këtë fazë të foshnjërisë, drejt për drejt dua ta bëj pyetjen. Sa shanse ka që ne të gënjehemi me historinë që na ofrohet nga turku, nga greku, nga kushdo. Pra, jemi ende fëmijë dhe mund të gënjehemi me një çokoladë apo karamele. Sa mundet të ndërhyj politika greke, politika turke, politika... Po marr këto dy kultura të cilat duket sikur akuzohen më shumë se ndërhyjnë tek ne. Po. Do me thënë unë po përpiqem të tregoj edhe shqetësimin e atyre njerëzve që shkruajnë në rrjetet sociale, e njerëzve e bisedave që qarkullojnë midis nesh, ndonse mund mos jetë një debat që shqetëson vërtet intelektualët e vërtet, po a gënjehemi ne nga... Jo, pyetje me shumë e vëndet, falenderoj që pyetje, sepse ne si studiues jemi pak të izoluar nga kjo pjesa e rrjeteve sociale, sepse duke kushtuar shumë kohë kësaj nuk kemi fuqi dhe kohë të merremi me të. Por duhet ta njohim, duhet ta njohim dhe kemi shumë nevojë ta njohim, sepse në fund ne shkruajmë për njerëzit tanë. Kështu që ata e njerëzit tanë, çdo lloj pikpamje dhe opinionit kanë, edhe sikur të jenë shumë kundërshtues apo shumë armiqësor, ata përsëri janë tanë. Po, sepse unë mbaj mend kur publikoja lajmin që do të rishkruhet historia e Shqipërisë, po me titullin Historia e shqiptarëve, kishte komente të cilat deklaronin s'ka gjë se vjen turku dhe greku e rishkruan. Po, tashi... Pra akuzat ekzistojnë. Ekzistojnë akuzat, janë akuzat sigurisht... Nuk është se s'kan fare baza, ndonse janë të egzageruar, kuptohet. Baza që ndronë ke tekste shkollore. Pra, nuk është se s'ka fuqi as turku, as grek të ndërhyjnë në veprat akademike. Pra, këto veprat që bëjnë Instituti Historisë Akademie Shkencave. Kemi të bëjmë me intelektual të formuar, me intelektual me profesionistë të mirë, që të cilët përgjigjen dhe përpara kolegëve të tyre për tezat e tyre, edhe ku ka një pikpamje të ndryshme do të argumentojnë në një farë mënyrë pikpamjet e tyre, jo ma pastaj kanë pikpamje të parë. Ose vrasin veten. Do vrasin veten, hedhin erë të gjithë punën e tyre dhe të gjithë jetën e tyre. Nuk është kaq e lehtë që të shkelësh mbi të vërtetën. Pra kur je profesionist. Ndërsa për tekste shkollore njerëzit janë prekur me të drejtë se ka pasi ndërhyrje të fuqishme nga qeveria greke e para, pastaj edhe Turqia ka bërë një ndërhyrje më të butë, më të tërhequr, sofistikuar, edhe kjo ka gjetë refleksion në tekstet, tek terminologjia, tek përmasat e shkrimit, tekstet shkollore, sidomos janë ajo që ne biseduam pak më parë, jashtë këtij podcasti bashkë, nuk e trajtojnë temën në të gjithë dimensionin e saj dhe në mënyrën që duhet trajtuar, edhe për arsye të këtyre lloj presioneve, por edhe për arsye tjetër sepse ka një tendencë në tekstet mësimore që gjithmonë një presion mbi autorët e librave që shkruajnë libra, i rënduat fëmijët, i rënduat ne s'na ka rënduar njëri, kemi qenë shkollë bese, ka qenë shumë më i ngarkuar teksti, dhe kemi studiuar, kemi lexuar, pa që do të lexoj, pse rënduam? Le të ketë informacion në tekst, le të jetë informacioni. Pra, ka një tendencë, ka 30 vjet që zhvillohet kjo lloj tendence që ulni informacion, ulja informacionit në fund të çojë tek një gjë shumë sipërfaqësore, se nuk mund të japsh pikpamje të thelluara me një informacion të reduktuar shumë. Është shumë e vështirë. Kështu që kjo është një element tjetër që është për gjitha temat, nuk është vetëm për çamërinë, por ama që për çamërinë specifikisht dhe për marrëdhëniet shqiptaro-greke ka pas një presion dhe njerëzit e ndjejnë atë. E ndjejnë presionin, reflektohet edhe në tekste ky, por në një mënyrë të thoya të moderuar, se sigurisht nuk mund ta bëjnë të zezën bardhë dhe të bardhën të zezë. Unë nuk më kujtohet, kam qenë ku isha me studime në Turqi dhe bëra një takim me kryetarin e Akademisë Ushtarake të Stambollit. Më ftoi për një kafe, përfundu me një drek me të, shumë miqësor etj. Dhe përplasja ishte për Skënderbeun. Ata nuk e konsiderojnë tjetër gjë. Një tradhtar, një etj. I thash, po ju i bëra një pyetje, ju jeni general Osman, sa ishte general? Jo, tha, unë jam general i Republikës Turke. I thash atëherë, thash unë,
Turqia dhe Shqipëria janë dy shtete kombëtare dhe dy kombe të ndryshme. Dhe ne shohim Skënderbeun në këndvështrimin e kombit shqiptar. Tashun ai erdhi, u rikthye, u largua nga Stambolli dhe u kundërvu Perandorisë Osmane, sultanit, tashun për të mbrojtur identitetin e vet, fenë e vet, zotrimet e veta, pra popullin e vet, që quhet popullin e vet, pra është një koncept krejt tjetër nga ju. Nëse ju e shikoni thjesht si një njerëz që ishte ushtarak osman dhe pastaj tradhoi u largu nga rreshtat osmane dhe ju kundërvu ushtrisë osmane. Pra, janë dy pikpamje ndryshe, por tash ju do të gjykoni si general i ushtrisë së Republikës Turke. Pra, kemi ato kanë ato pikpamje të veta. Por këndvështrimi, ngjarjet janë po këndvështrimi tyre me tonin, gjithsesi nuk kam pa ndonjë presion të madh nga pala turke në drejtim të historisë, ka pas një tentativë të lehtë. Unë kam takuar përpara shumë vitesh edhe ambasadorin turk, kam pas një bisedë me të dhe ishte i mirëkuptueshëm. Dhe thash, po më dëgjohet mua, rini jashtë kësaj, boll kemi Greqinë. Jo, qasja jo vetëm për Skënderbeun, për Sami Prashërin, po për shumë figura të tjerë kemi qasje tërësisht ndryshe dhe është krejt normale të hyjmë në dialog. Skënderbeu është thelbi i identitetit tonë kombëtar. Dhe është e vërtetë, ky identitet nuk është ndërtuar as i zvicerianët që kanë Vilentelin, që kanë krijuar. Ne kemi gjatë, është me histori, ka shkruar gjithë bota, nuk kemi shkruar vetëm ne historinë e tij.